Presidenti Emmanuel Macron njoftoi se aeroplanbajtësja e ardhshme me energji bërthamore e Francës do të quhet Franca e Lirë, ndërsa vendi synon të përforcojë statusin e tij si një fuqi e madhe detare. Sapo të përfundoi anija luftarake, e cila do të zvendësojë aeroplanbajtësen e vetme të vendit, Charles de Gaulle, dhe që pritet të hyjë në shërbim në vitin 2038, do të jetë anija luftarake më e madhe e ndërtuar ndonjëherë në Evropë. Macron tha se anija do të emërohej sipas lëvizjes franceze të rezistencës që generali de Gaulle udhëhoqi kundër pushtimit nazist të Francës gjatë luftës së dytë botërore. Doja që aeroplanbajtësja jone e ardhshme të ndiqte gjurmët e generalit de Gaulle, tha Macron në një kantier detar në qytetin perëndimor Indret, pranë Nantës, ku do të ndërtohen 2 reaktorët bërthamor të anijes. Aeroplanbajtësja jone e re do të quhet France Libre, shtoi ai. Ky emër nderon kujtimin e burrave dhe grave që u ngritën kundër barbarisë.